kur i ke kërku Nasim Haradinajt në luftë që ta sjell një serb të gjallë brenda 24 orëve, si ka vepruar? Shiko, me ju gazetarët është pak vështirë të flasish, sepse ta kërkoni fjalën edhe pastaj e komentoni si doni ju. Bëra një bisedun, kjo është një histori që është treguar një 1000 herë deri tani që nga viti 1999. Bëra një bisedun me një televizion në Tiranë dhe kaloi edhe ky moment. Dhe kur dhanë emisionin ata bisedën, kur e dhanë në televizion, e kishin hequr këtë episodin e këtij ushtarit serb. E kishin hequr. Dhe unë u befasova, po nuk më bëni përshtypje, sepse e kanë hequr, aq hapësirë kanë pas, këtë kanë pas të arsyeshme. Shkojnë këta tani, se kujtojnë se kanë bërë në zbulim, nuk e dinë ata që ky është një problem i njohur. Shkojnë këta dhe provokojnë Fatos Klosin. I thonë një komandant në UÇK ka deklaruar që kam dhënë urdhër të vi kështu, të vi ushtari serb dhe ja kanë pru, e ka kërkuar për 24 orë, ja kanë pru për 12 orë. Dhe ai Fatosi flet keq për atë komandantin që pas ka dhënë këto urdhra. Po nuk e dinte dhe nesërmen gazeta shkruajtë një faqe Fatos Klosi përballë Kudusilamës. Edhe 2 portretet tona në 2 anë, edhe aty titulli Fatos Klosi përballë Kudusilamës, e merr Fatosin në telefon. Thotë unë di që kam thonë se çka kam bëjë, ti e bë punën tonë, vazhdo me tënden, unë s'kam ndonjë problem. Pra i ndërtoni dhe i përdorni keq njëherë këto muhabetet që bëjmë ne dhe këto tregimet e këto gjëra. Por realisht kjo është e vërtet, dhe kjo nuk është thjesht vlerë e Nasimit, sepse atë Nasimi s'ka qenë vetëm. Në Koshare Nasimi ka qenë me një 1700 ushtar gjithsejt. Dhe atje është zhvilluar një veprimtari luftarake intensive, duke filluar nga 9 prillit dhe deri me datën 9 qershor. Por atë ditë zëri i Amerikës deklaroi që ushtria serbe ka pushtuar Bayramçorrin. Dhe unë u revoltova pak sepse u shqetësua gjithë shteti, presidenti, kryeministri, ministri, shtabi i përgjithshëm, çaponot. Unë u thoshem shihni punën tuaja, ne kemi tonat, i kemi ndarë për punë, po ata ishin shumë shqetësuar se po e tha zëri i Amerikës, zëri i Zotit ku diu, zëri i Amerikës ja fut kot atje kur i ton gazetarët atje nga terreni që nuk dinë gjë se ç'a bëhet. Edhe unë bëra Nasimin, se Nasimi ishte në atë pozicion që pa kalu mbi Nasimin nuk mund të shkonin ushtarët në serb në Bayramçor. I them ku je, në detyrë tha, i thash që është kjo detyrë, thash ushtarët serb kanë pushtuar Bayramçorrin, jo mërë tha. Po mërë thash kështu po thotë zëri i Amerikës, e mirë. Folëm pak ashtu sa për të çështje, sepse e dini edhe unë gjenin edhe aja dhe gjithkush e dini gjenin, po tani për të bërë lojë fjalësh, e unë bëra si revoltuar, i thash që të më bindesh, se ai më tha mua po se të mbesove ku jam, hajde shikom. Unë i thash s'kam kohë marrë atje sa në larg, por që të më bindesh mua, nesër në darkë, kur vi ora 6 siç është tani, duat më sjellësh në zyrë një serb, të gjallë. Dhe e solli në gjes, domethënë, e solli për 12 orë. Synimi nuk ishte për të parë një serb, unë që u s'dola me pa fare. Po. Asu mora ma të punë fare. Por me vërtetu se është në vija. U morën të tjerë. Por në drekë, në orën 3 të drekës, kur më mbaroi ajo veprimtaria që ishin normale të asaj dite, ai në Kukës, përpara gjithë mediave të botës që nga Kina deri në Amerikë, ja dorëzoi OSBE-s atë serbin, pa cënuar fare, është në shtikok Ramodës, Nasimi, me gjithë atë uniformën më baltë, siç kanë vepruar luftarët e UÇK-s në çdo kohë. Dhe realisht me që mediat ishin atje në Kukës, edhe synimi im ky ishte që ata të dalin përpara mediave dhe të deklarojnë që ushtarët serb që dorëzohen të ushtria e Kosovës nuk në ferë në kam, shkojnë në institucionet ndërkombëtare. Gjeneral, shpesher kur e përmendë luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës dhe Kosharën edhe ministrin e mbrojtjes Ahmet Krasniqi e përmend edhe një ndimsti, një kolonel, Fuad Ramiqin, shpesher e përmend. Po, Fuadi ka qenë
komandant në strukturat e ushtrisë të udhëhequr nga Ahmet Krasniqi, por aq struktura sa kanë pas, aq ushtar sa kanë pas, sepse Fuadi e di mirë se sa ushtar kanë pas, por ka qenë edhe në Tropoj, në Papaj, edhe në Kolsh, pastaj është transferuar në Tiranë atje në shtab, mos kofsha gabime, në shtab e ka marrë më vonë Halil Bica, nuk e di. Dhe pas asaj ai ka vepruar andaj, por Fuadi më ka pru mua për herë të parë, nuk ka ardhur me ta, më duket, nuk e di a ka ardhur me ta s'ka ardhur, por më ka pru Ahmet Krasniqi në zyrë, se ja kam kërku Fuadit. Unë shkova në inspektim në veri, dhe kur shkova atje, takova një port, kur ruante një ushtar. Atje në Papaj, në Tropoj. Dhe i them, po ti ushtar këtu, qa ruan këtu, kush je ti? Unë jam ushtari u ushtrisë shqiptare të Kosovës, thaj. I thash, po, qa reparti jeni jo këtu? Reparti. A ka komandant kë reparti? Ka komandant. A ma thresni pak komandantin? Po. E dola unë ula me një hija atje më ta. E thirën e ta komandant, dhe erdi komandanti. Komandanti ishte Fuadi. Këtë është njohja ime e parë me këtë Fuadi. Dhe pastaj ka vazhduar njohja gjatë gjithë periudës së kohës. Kam respekt, oficer jaft, pallafe, serios. Pra Fuadi ta ka sjellë Ahmet Krasniqi. Po, se ja kërkova unë. Po. Jo se ma solli ai. Po i thash unë, a ke shef, Fuadit? Tha, po. Shefi yt mas nesër tjetë në zyrën time. Në rregull, si urdhon ta ai. Edhe unë pas nesër, kur më thanë mua ka ardhur ministri i mbrojtjes i Kosovës. Hajde të sillni në zyrë, e somi ishte Ahmet Krasniqi. Sonte ta kem sjell, po. Sonte ta kem sjell na Fuad Ramiqin, e kem këtu. Me neve sonte është kolonel Fuad Ramiqi e ftyer me Eduard Rukitje. Faleminderit shumë që jeni. Fuad? O Fuad, i ri o Fuad, i ri, pse kështu? Qa pënodh me ty? Si para 25 vjeç, si sot? Kam qenë pak më i ri edhe kom ndjek formulën tua edhe kështu edhe në kom ngel i ri ende. Nuk e di, po i ri ti, shumë i freskët. Faleminderit shumë që jeni, kolonel. Faleminderit për ftesën, kam kënaqësinë që jam këtu, në veçanti kam kënaqësinë që e takoj generalin edhe inshallah vazhdojmë edhe me takime edhe më të shpeshta, se kemi pas me një vakum. Sigurisht. Mu po vjen mirë që je sonte edhe kena me fol për luftën. Po zakonisht Se shpesh herë ti ke fol, domethënë për çështjet fetare kështu, por për luftën ke fol shumë pak. Edhe për rolin ta në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po ushtarakët edhe luftëtarët zakonisht duhet të flasin për luftën edhe për profesionin e tyre, por ja që njeri ka edhe njohuri tjera ose ka jeta është e përbërë për shumë faktorëve, kështu që vazhdojmë. Dhe më të gusti me një pyetje që